në Angli e vërteta, me një fëmijë 15 vjeçe, mua më ka vdekur burri 38 vjeç. Sa njerëzit e mi më njohën një çun që është këtu burr. Se thosha është në Angli, jam vetëm dhe unë me një fëmijë doj një mbështetje. Unë i kisha thënë që në telefon, nëse je njeri me vese, nuk bën vaki që unë të mbaj, se e pata një burrin me vese dhe ai bëri një vetvrasje. I kisha folur shumë herë, kishte një tip shumë të keq që ai ofendonte deri në kock. Furpinte, kur ishte i papiri ishte thojë ti lumë si unë për këtë fat. Duke sjell një pianesë në shtëpi mami, më kishte sjell, isha filluar pastaj që dhe mua po prekesha shumë në vetvete që vërtet bëra një gabim. Që futa në shtëpi pa e njohur mirë. Sa që i vura stop më kësaj marrëdhënie. Ky vazhdoi, pastaj vinte gjithmonë tek puna ime, më bënte presion, më dilte te makina, më linte të futesha në makinë, qëllonte makinën, kisha marrë pra policinë, e fusnin dy ditë brenda, e nxirnin, po ndodhte dhe ndodh vazhdimisht 2 vjet ky muhabet.